Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arrestohen 2 djemtë e Valbona Selimllarit. 2 djemtë e ish-misit Valbona Selimllari, Deni dhe Keni, respektivisht 21 dhe 18 vjeç, janë arrestuar nga policia e Tiranës pas një episodi të dhunshëm ndaj një efektivi të rendit. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, kur 2 të rinj kanë goditur një punonjës policie për shkak të detyrës. Pas shoqërimit në komisariatin numër 2, incidenti nuk ka ndalur aty. Sipas raportimeve zyrtare, ata kanë thyer kamerën e sigurisë, kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit dhe kanë kërcënuar punonjësit e policisë. Autoritetet kanë nisur menjëherë procedurat dhe materialet janë dërguar pranë prokurorisë së gjykatës shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme ligjore. Ky nuk është hera e parë që emrat e Denit dhe Kenit lidhen me incidente të dhunshme. Pak javë më parë ata u përfshin në një përplasje fizike në Dërmi, në prani të 10 turistëve, por pasojat ligjore u shmangën në atë kohë. Ngjarja e fundit rikthen vëmendjen mbi sjelljet problematike të rinjve në kryeqytet dhe nevojën e mbikëqyrjes nga institucionet përkatëse. Policia thekson rëndësinë e respektimit të ligjit dhe procedurave nga të gjithë qytetarët, ndërsa prokuroria do të marrë vendimet e nevojshme në bazë të ligjit për rastet e dhunës ndaj punonjësve të rendit. Drejtësia pritet të vendosë për masat e mëtejshme ndaj 2 djemve, duke dërguar një mesazh për ndëshkimin e sjelljeve të dhunshme dhe për ruajtjen e sigurisë publike.